Dritrat e sotëm janë gjenetikisht të ndryshëm nga dritrat e lashtë, përmbajnë, për shembull gruri përmban 21 deri 23 kromozome nga 7 kromozome që ka patur dikur. Domethënë, ADN-ja e dritrave ka ndryshuar. E çfarë problemi ka kjo? Po ka problem sepse nëse njeriu bie fjala 10.000 vite më parë, për një periudhë të saktuar, për një periudhë të gjatë kohe, është përshtatur për atë. Krijuar një farë përshtatje relative do thoya për këtë periudhë të shkurtër kohe. Me këtë lloj dritrash ti e ke ndryshuar faqen e tyre komplet. Ti ke sjell një nivel të ri drithash, për cilat njeriu do t'i duan 10.000 vjet që të përshtatet, 20.000 vjet, 30.000 vjet, më kupton? Tani ne po flasim për ne që jetojmë në ditët tona, nuk flasim për pasardhësit tanë. Po bëhet një fushat shumë e fortë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me tani në administratën Trump, me Kennedyn, i cili po u theq dhe ka bërë, nuk e din që se e ke ndjekur, më duket se para 2-3 ditësh doli në deklaratë dhe tha që deri në shtator, duke aktivizuar një grup të madh shkencëtarësh nga gjithë bota, janë me qindra shkencëtar, do të mundohemi të dalim në një konkluzion të kush është shkaktar autizmi. Dhe një nga pikat që u prek ishte, mendojmë se sa shotsat, thoshte ai, pra sa ato vaksinime, thoshte, po aq edhe modifikimi genetik i drithrave mund të jetë një nga arsyet më të forta. Megjithatë do dim, tha, që ta themi me siguri hipotezën, se patjetër ata nuk besoj se do dalin një konkluzion 100% absolut, po do jemi shumë të sigurt në shtator për ta vërtetuar. Ti je sigur që do ketë ndërhyrje në lidhje me... Është sigurt që kenë shumë ndërhyrje, kanë filluar që tani të kenë shumë ndërhyrje, sidomos me fluorit, fluorizimin e pastave të dhëmbëve, me atë e kanë filluar masat që tani